Faleminderit, nderuar kolegë deputet, nderuar ministra, zëvendës kryeministër. Ligji që po diskutojmë sot është një ligj i rëndësisë të veçantë, sepse qëllimi i këtij ligji është ndalimi i pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në konflikte të jashtme. Dhe mendoj se parcializimi në diskutime se ky ligj ka për qëllim pjesëmarrjen në konfliktet në Siri dhe Irak, mendoj se është i pasakt. Ky ligj ka për qëllim parandalimin pjesëmarrjen në gjitha konfliktet jashtë Kosovës. Dhe mendoj se çështja është goxha komplekse. Qytetarët e Kosovës, jo vetëm shqiptarët, dhe jo vetëm të një konfeksioni fetar, marrin pjesë në konfliktet jashtme. Marrin pjesë në konfliktin e Sirisë apo të Irakut, po marrin pjesë edhe në konfliktin e Ukrainës, duke u bashkuar organizatave ultranacionaliste ortodokse. Po ashtu duke u bashku organizatave tjera në konfliktin e Sirisë si Shteti Islamik apo organizatave si Al-Qaeda dhe organizatave tjera terroriste. Ky është problem shqetësues për Kosovën dhe të rinjtë e Kosovës po bin prej e keqpërdorimit dhe po bin po ashtu prej e keq informimit nëpërmjet mjeteve të ndryshme të informimit digjital dhe ky problem duhet trajtohet. Dhe trajtimi i këtij problemi me këtë ligj mendoj se është çështje parciale, por e domosdoshme. E domosdoshme për rregullu çështjen e mos pjesëmarrjes në konfliktet jashtme, por po ashtu duhet trajtohen edhe elemente të rëndësishëm të brendshëm të cilët ndikojnë që të rinjtë e Kosovës të marrin pjesë në konfliktet jashtme. Dhe këto elemente kanë të bëjnë me çështje sociale, kanë të bëjnë me çështje ekonomike dhe kanë të bëjnë me çështje ideologjike apo të besimit fetar. Këto tri probleme janë probleme madhore me të cilat sot përballet Kosova. Dhe problemet sociale janë problemet mëdha si në aspektin e edukimit dhe në aspektin e mirëqenies, po ashtu problemet ekonomike, kriza ekonomike, papunësia, dhe cilat prodhojnë po ashtu sfida më të mëdha sociale dhe ideologjia edhe politike, por edhe ideologjia fetare. Në aspektin e ideologjisë fetare kemi pasur ndërhyrje nga jashtë dhe probleme të cilat janë rrit dhe cilat në vazhdimsi kanë dhënë probleme shtesë. Dhe tash, kjo situatë nuk është vetëm situatë e Kosovës, por ka arritur që të bëhet situatë ndërkombëtare si rezultat i rrethonave ndërkombëtare. Dhe të rinjtë e Kosovës po i bashkohen kësaj situate si në konfliktin e Sirisë, në lindjen e mesme apo në konfliktin e Rusisë apo në konflikte tjera, për të cilat as nuk e dim pse shkojnë. Dhe problemi është dy kahor, nuk është vetëm pse të rinjtë dhe të rejat e Kosovës marrin pjesë në konflikte jashtë vendit. Problemi është edhe kur ata kthehen në vend, me çfarë përgatitje ushtarake kthehen, me çfarë gjendje emocionale dhe psikologjike kthehen dhe me çfarë motivi kthehen në Kosovë. Dhe si duhet trajtohen ata. Ky është problemi kryesor me cilin Kosova po përballet sot dhe do të përballet akoma më shumë të ardhmen. Prandaj mendoj se përveç ligjit i cili rregullon pjesëmarrjen në konflikte, qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës duhet të kenë strategji dhe qasje të saktë për mënyrën e trajtimit të problemeve që i motivojnë të rinjtë dhe të rejat e Kosovës që të marrin pjesë në konflikte jashtë. Dhe po ashtu, për mënyrën e trajtimit të rinjtë dhe të rejave që potencialisht mund të kthehen në Kosovë, para se ky ligj të hyjë në fuqi ose që janë kthyer në Kosovë para se ky ligj të hyjë në fuqi, dhe ky trajtim të jetë një trajtim i sanimit të problemit dhe një trajtim i cili ka për qëllim ruajtjen e sigurisë përgjithshme në Kosovë dhe një trajtim i cili ka për qëllim ruajtjen e interesit shtetëror të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit.